Është shuar në moshë të re këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi, një prej zërave më të dashur të skenës muzikore të 2 dekadave të fundit. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Itali, ku artisti ndodhej së bashku me bashkëshorten dhe djalin e vogël për një kontroll mjekësor të fëmijës. Në orët e vona të së martës, Kasapi është ndier keq dhe me gjithë përpjekjet për t'i dhënë ndihmën e parë, ai nuk ka arritur të mbijetojë. Sipas informacionit paraprak, dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një arrest kardiak. Lajmi u konfirmua nga vëllai i tij, i cili tha se familja dhe mjekët bëjnë gjithçka të mundur, por 39 vjeçari nuk ju përgjigj ndërhyrjes së shpejtë. Humbja e Kasapit ka tronditur publikun dhe komunitetin artistik, pasi ai ka qenë prej vitesh një figurë e dashur me kontribute të shumta në muzikën moderne shqiptare. I lindur në 1 maj 1985 në Tetov, në një familje me traditë muzikore, Shpati shfaqi talent që në moshë të vogël, vetëm 13 vjeç, u vlerësua me çmimin e parë në festivalin Bletëzat 98, duke i hapur rrugën për një karrierë të suksesshme. Ai u bë i njohur për një seri këngësh që u kthye në hite, ndërsa mori pjesë dhe fitoi çmime në festivale të rëndësishme si Këngët e Stinës, Nota Fest, Alba Fest, Top Fest, Kënga Magjike dhe Zhurm Show Awards. Mes këngëve që e bën të dashur për publikun janë Pa ty si jetoj, Mëkatare dhe shumë të tjera që vazhdojnë të dëgjohen edhe sot. Shpat Kasapi la pas një djalë të vogël nga martesa me Selvien. Humbja e tij ka lënë një boshllëk të madh në muzikën shqiptare, ndërsa omazhet dhe mesazhet e ngushëllimit kanë nisur nga artistë, fanca dhe figura publike në të gjithë hapësirën shqiptare.